Emisioni përputhen është padyshim njëri prej emisioneve me jetëgjatësinë më të gjatë në mediat e showbizit vendor. Ky emision tashe disa vite provon që të krijojë lidhje të dashurisë, të cilat synon që të vazhdojnë edhe jashtë emisionit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Edhe në këtë edicion të përputhen ka mjaft konkurrentë interesant, të cilët po kanë takime dhe debate të zjarrta në studion e emisionit. Të dalluar të këtij edicioni padyshim që janë Emi dhe Genti. Ata patën një takim mjaft interesant. Emi e kishte zgjedhur Gentin që të bëjë një takim ku Genti e ka dërguar në një shtëpi. Aty ata kanë ngrënë një dregë me ushqime tradicionale, ku dhe janë njohur më shumë. Kishte edhe një moment romantik mes tyre dhe një afërsi. Se çfarë do të ndodhë me ta, mbetet të shihet në të ardhmen.